Hekurudha e Gjirit. Projekti nisi me qëllim ndërtimin e një projekti hekurudhor të unifikuar shumë miliard dollarësh për të lidhur të 6 shtetet anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit, Arabinë Saudite, Kuvajtin, Bahreinin, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Omanin. Ky projekt synon të transformojë logjistikën rajonale dhe udhëtimin e pasagjerëve, duke krijuar një zonë ekonomike plotësisht të integruar dhe duke siguruar një lidhje të rëndësishme transporti jo rrugor në të gjithë gadishullin arabik. Qëllimi i këtij mega projekti rajonal është të transformojë rrënjësisht logjistikën dhe transportin e pasagjerëve në të gjithë gadishullin arabik. Duke krijuar një zonë ekonomike plotësisht të integruar, Hekurudha e Gjirit do të përmirësojë lidhjen midis porteve kryesore, zonave industriale dhe qendrave tregtare. Kjo lidhje hekurudhore do të sigurojë një alternativë